Si të përgatitim brum për pica? Receta më e shishme, nuk do keni provuar ndonjëherë, provojeni. Tani, çfarë duam? Duam 600 gram miell, edhe pastaj në një do hedhim 300 ml ujë, 30 ml vaj ulliri, edhe një nga këta zarfet me maja. Dhe një lugë të vogël me sheqer, do t'i trazojmë të gjitha bashkë, edhe do t'i lëmë më njanë, tek mielli tani do hedhim një lugë supe me kripë. Pasi kemi trazuar mirë që të vej kripa në të gjithë miellin, do ta hedhim përzierjen e miellit brenda te përzierja që kishim të gjitha këto vajrat, ujrat edhe këto gjërat. Tani do ta kuptohet që duhet ta trazojmë me dorë, që të bëhet brumi. Do ta trazojmë edhe brumi duhet të dali shumë i ujshëm, mos e keni frikë fare, kuptohet që do ta lini që të vijë brumi, të fryhet si e themi, nga që ka maja brenda. Pasi është të çuar brumi, do ta lini 1-2 orë, do ta shikoni se kur të fryhet brumi. Do t'u tregoj pastaj si përgatitim një salcë, po që është yami për pica. Ciao.